Në një atmosferë të veçantë akademike të ndërthurur me nuanca kulturore dhe artistike, u promovua libri Gjurmët e një jete mes kujtimeve dhe mësimeve i autorit profesor doktor Nasir Selimi. Ngjarja mblodhi një audiencë të gjerë intelektualesh, profesorësh, studentësh dhe dashamirës të librit, duke e shndëruar promovimin në një hapësirë dialogu mes mendimit shkencor dhe përvojës jetësore. Në fillim fjalën e mori akademik Abdulmenaf Bexheti, i cili e cilësoi veprën si një kontribut të çmuar në diskursin bashkëkohor shoqëror shqiptar. Ai theksoi se libri përshkon me guxim analitik dhe ndjeshmëri intelektuale sfidat e tranzicionit, duke trajtuar tema të ndërlikuara si korrupsioni, ekonomia informale dhe pabarazitë sociale, përmes një qasje që ndërthur analizën ekonomike me reflektimin filozofik. Profesor Nasiri trajton këtu edhe disa pikpamje të tij aktuale dhe mendoj se aty është edhe kontributi i veçantë, siç janë disa tema që trajton në lidhje me statusin e shqiptarëve, gjithsesi aspektin e realizimit, dinamikën e realizimit marrëveshjesorit, edhe sot i kësaj dite, duke referuar në 3 çështje kruciale. Në lidhje me vendimet e gjykatës kushtetuese, në lidhje me statusin e gjuhës shqipe në vend dhe njëkohësisht në lidhje me mosdefinimin e krijimit të qeverive në demokracitë konsensuale, se ne edhe në sistemin politik e kemi të tillë. Normativisht e kemi të normuar dhe nuk e zbatojnë fare, në kuptimin e shteteve bietnike, binacionale, si të doni, apo dietnike, si që është rasti jonë. Dhe edhe sot dalin disa të shpjegojnë në mënyrën e vetë, ashtu si shpjeguan dhe arsjetuan dikur shkruesit e preambulës kushtetutës, që gjeneza edhe profesor Nasiri në libër, po ashtu jam i bindur, sepse aso kohë, në 2001, kam analizë të shkruar, edhe pse nuk jam jurist, por ka qenë publikuar në dekadën e dytë, profesor Ismeti ka qenë recenzenti aty librit, është shkruar analizë, dhe atje kam thënë që në 2001, do na kushtoj shumë një ditë kjo preambul e definuar gabimisht edhe me semantikën gjuhësore. Fillimi i gabimeve është çështja e preambulës. Mos him në çështje tjera të cilat në Titov unë i elaborova në aspektin e decentralizimit. Në aspektin si ne morëm në qafë shumë çka në Maqedoni, vetëm për shkak mos më dhënë të drejtat e barabarta shqiptarëve. Po shikoni sot, ja, nisim nga Gostivari. Si ka funksionu Gostivari bilen e komunizëm. Me buxhet 5 herë më të madh se sot. Ma i fuqishëm, ma i rregulluar, sepse janë lënë financat. Brenda nate u centralizuan tërësisht për shkak të Tetovës, Gostivarit dhe Dibrës, u morën qafe dhe 30 komuna tjera, të cilët në atë kohë ishin 33. Dhe ne edhe pas 20 e sa vitesh nuk arrim 25 vite prej marrëveshjesorit, nuk arrim edhe sot ta kryejmë decentralizimin funksional ashtu siç ka qenë dhe si është e përshkruar në marrëveshjen e orit. Prandaj këto libra, këto rrëfime, këto dëshmi, të cilët janë të bazuara në evidenca, pra nuk janë diçka që i shohim ëndra ne, kanë një rol të veçantë dhe unë përgëzoj profesor Nasirin për reflektimin që ka bë në lidhje me dëshminë rreth këtyre proceseve, sepse spaku duhet të lëmë trashëgimi kulturore, se s'ka trashëgimi më të madhe kulturore se një libër i shkruar nga mënyra e këtill siç është përshkruar këto. Lektori i librit profesori Ismet Osmani u ndal në dimenzionin metodologjik të veprës, duke vlerësuar strukturën e saj të mirë organizuar dhe thellësinë kërkimore. Ai nënvizoi dallimin esencial që autori bën mes rritjes ekonomike dhe zhvillimit të qëndrueshëm, duke konsideruar këtë si një bosh konceptual që jep veprës vlerë të shtuar akademike. Profesor Nasiri arrin bukur të kombinoj arsyetimin me veprimin, imazhin me emocionin dhe atmosferën, kuptohet me identifikimin e kohës. Situatat caktuara bukur krijon ngjarje komplekse me një ndikim të madh universal. E veçanta dhe e përgjithshme ka një kod komunikimi që nuk i takon vetëm formës, përkatësisht përmbajtjes, kuptohet edhe ideve dhe konkluzioneve universale, siç janë humanizmi, dashuria për jetën, digniteti njerëzor, sakrificat,
dashuria për atë dheun, për familjen dhe kështu me radhë. Rrëfenja e tij kalon në mënyrë organike nga e veçanta te shoqërorja, po fal një shkallëzimi që krijon një mozaik estetik interesant, ku portretet e individualizuara mbeten në mendje, ndërsa larmishmëria e tipologjisë njerëzore e krijon kohën, kuptohet dimensionin, epokën, realitetin, ndërton sjelljet, ulje ngritjet e ngjarjeve dhe kështu me radhë. Motiv shumë i preferuar i profesor Nasirit atë dhe dashuria, çdo vend, çdo qosht librit e ka. Është ashtu profesor Nasiri se flet. Motiv që merret në formë pjesësh, paragrafësh, pasazhesh, përmes digresioneve, soditjeve, meditimeve, narrativave, kontemplacioneve të ndryshme, në çdo krim konsekutiv ka diçka të re, befasuese, po mbi të gjitha freskuese, sepse na kthen pas, na kujton të kaluarën. Nasir Selimi, i biri i Sefer Selimit, një patriot mësuesi të gjuhës shqipe, autori i Vargut shqip, ferë në sy për armikun, kundron nga dhimbja te tragedia, nga e thjeshta te sublimja. Dhe në këtë mënyrë të krijimit dhe të komunikimit me artin e tij, e sjell Sefer Selimi si një shërbyes i zellshëm i së ardhmes sonë kolektive përmes rrëfenjave kulturore dhe lidhjeve të ndërgjegjshme kombëtare. Ai udhton në rrugët, kthinat, shtigjet e dekoduara, herë vetëm me dritën e syve, herë me një llampës apo me një pishtar që vetë vargu i tij thot kthim pra pas ka, shkojmë para. I biri i tij Nasir Selimi, përmes figurës së vetarit Sefer Selimi, ngrit një dramë të brendshme e emotiviteti, dhe ndonjëherë kuptohet, njerëz jemi, dëshpërim psikologjik, duke na shpën në hamendjet e një bote tjetër, për të asaj që duket, edhe duket na bërë të qëndrueshëm përballë mistereve që barte ky truall në atë kohë. Sefer Selimi është shkrimtari që refuzon ideologjinë politike të kohës, gjen kurajon dhe vepron kundër saj, duke pranuar të sfidoj, nuk thyhet nga frika, presioni, tortura, dëshpërimi, paranoja, dhe në këto pesha të rënda e bashkon artin e tij me propagandën politike kundër regjimit të kalbur fashist. Arti i tij arrin të i kaloj këtë gjendje dhe tjetë shpërfaqja një etnitetit të padoktrinuar, tjetë një ndërgjegje ndryshe, duke dhuruar liri, dhe në ato rrethana kohe jo pak të rrezikshme. Në fund të fundit, arti ofron një mjet për të dekonstruktuar regjimin, për të parë dhe kuptuar ndryshe njerëzit dhe botën. Me artin e tij të fjalës, ai ishte një luftëtar i identitetit të qenit shqiptar dje, sot dhe nesër. Profesor Nasiri ndalet në shumë stacione, shumë vise shqiptare të huaja brenda, të cilave janë derdhur dhe gdhendur nyezat shkëlqyera rrëfimtare, fanitjeve gimesh dhe udhtim i menduar një shpirti të ndjeshëm që kanë ardhur dhe në mënyrë kronologjike janë sublimuar në gjurmët e jetës. Në një interpretim më letrar dhe qytetar, publicisti Lulzim Aziri e përshkroi librin si një mozaik kujtimesh dhe analizash kundërthuren për jetimet personale me narrativën kolektive. Sipas tij, kjo vepër të kalon kufit e një publikimi akademik, duke zhndëruar në një thirrje për vetdije dhe reflektim shoqëror. Ajo që e bën librin të veçantë është se ndërsa rrëfen për vetveten, autori rrëfen edhe për ne, për një gjenerat, për një vend, për njerëz që u rritën mes thjeshtësisë, por edhe mes madhështisë që jep dashuria për dijen, për familjen dhe për tokën ku rritesh. Stili i tij është i thjeshtë, i ngrohtë dhe i ndershëm. Nuk ka tepri, nuk ka retorik të zbrazët.
ka vetëm jetën e një njeriu që ka punuar me integritet, ka dashur me shpirt dhe ka kujtuar me mirënjohje. Dhe pikërisht kjo e bën librin të prek zemra sepse është i vërtet. Në fund, gjurmët e një jete është një ftesë për të ndalur dhe për të menduar, për rrënjët që na mbajnë, për njerëzit që na rrisin, për momentet që na formojnë. Është një libër që të mëson se kujtimet nuk janë barë, por dritë, se jeta nuk matet me tituj, por me njerëzit që takon, se gjurmët më të bukura janë ato që i lëmë në zemrat e të tjerëve. Dhe pikërisht këtë gjë ka bërë Nasir Selimi me këtë libër. Ka lënë një gjurmë të bukur, të pastër, të denjë. Vetë autori profesor doktor Nasir Selimi theksoi se libri është fryti një angazhimi shumë vjeçar dhe përfaqëson një përpjekje për të ndërtuar ura mes përvojës personale dhe analizës shkencore. Ai nënvizoi se synimi kryesor i veprës është të ofrojë jo vetëm diagnozë të sfidave ekonomike, por edhe alternativa konkrete për të kalimin e tyre. Sot promovojmë një libër që dallohet nga të tjerët si për nga përbërja ashtu edhe nga karakteri. Ky libër është fryti një reflektimi që njeriu në një çast të jetës ndalet, vështron të kaluarën dhe shkruan për rrugëtimin e bërë. Librin e shkrova jo për lavdi, por si një dëshmi që duhet t'u lëm brezave të ri. Si intelektual kemi detyrë të mos tërhiqemi nga jeta publike dhe të kemi guximin për të thënë të vërtetën tonë. Jeta e njeriut i ngjan një rrugëtimi ku mbeten plot gjurmë. Disa prej tyre i fshin koha, të tjerët i mbulon harresa, por ka edhe prej atyre që mbeten të gdhendura jo vetëm në kujtesë, por edhe në zemër. Çdo gjurmë e vogël apo e madhe ka peshen e vet. Ndaj duhet të shkruar, sepse siç thoshte mësuesi ynë i ngjyrë Zotri Ilmi Dervishi, shkruani, sepse ajo që shkruhet nuk humbet kurrë. Në këtë libër gjurmët nuk janë vetëm personale. Ato përfaqësojnë një periudhë të kohë të caktuar, një brez të tërë dhe një përvojë kolektive. Ky libër synon të tregojë se si rrënjët e së kaluarës vazhdojnë të ushqejnë jetën tonë sot. Kur fillova të shkruaj, mendova se do ta kisha lehtë, pasi do të shkruaja për ngjarjet që kisha parë dhe që kisha përjetuar, por nuk doli ashtu. Shpejt kuptova se që puni ngjante proverbit hiç një kash dalin 6. Ishte sfiduese të riktheje emocionet, sakrificat dhe shpresat e dikurshme. Disa faqe i shkrova me buzëqeshje, të tjera me dhimbje, por shumicën prej tyre me mall dhe me nostalgji. Mbi të gjitha ishte përgjegjësi, sepse këto ngjarje përfshin njerëz me emër, me karakter, me shpirt, njerëz që me përpjekjet e tyre dëshironin të ndërtonin një shoqëri më të mirë dhe më të begatshme. Çdo rresht është shkruar me sinqeritet më të madh. E kam përshkruar realitetin ashtu siç e kam parë dhe ashtu siç e kam përjetuar. Jam i vetëdijshëm se jo të gjithë do të pajtohen me këndvështrimin tim, por që është e bukura e lirisë së mendimit, që nxit kreativitetin dhe diskutimet e shëndetshme. Jam krenar për rrugën që përshkrova vitet të kaluara. Ishte rrugtim me ndershmëri e pahile. Përvoja jo na ka mësuar se profesionalizmi, vlera e respektit dhe integritetit janë çelësi për arritje të qëndrueshme. Sot besoj se po e jetësoj një nga amanetet e babait tim, i cili në ditarin e tij përveç qerash na linte porosi që ta ruanim e ta kultivonim dashurinë ndaj dheut. Uroj që këto ndjenje të mos shuhet kurrë, por të mbeten një zjarr për t'u trashëguar ndër breza. Në përmbyllje të këtij aktiviteti me karakter kulturor, autorit ju dhurua një pikturë nga piktori Gostivaras Reshat Ahmeti si simbol mirënjohje për kontributin e tij në mendimin dhe zhvillimin shoqëror. Ngjarja vijoi me një moment më të veçantë ku autori ndau kopje të librit dhe autografe për të pranishmit, duke krijuar një lidhje të drejtë për drejtë me lexuesin. Ndryshe, libri Gjurmët e një jete paraqitet si një rrëfim i pasur nëmjet kujtesës dhe analizës, ku përjetimet personale ndërthuren me zhvillimet politike, shoqërore dhe akademike të shqiptarëve, duke kthyer veprën në një dëshmi të vyer të kohës dhe një reflektim mbi rrugtimin kolektiv.